Metoda e zgjerimit në Bashkimin Evropian për kryeministrin Edi Rama është ende ngadalt. Në një intervistë për ish ambasadorin italian në Tiranë Fabrizio Bucci, postuar nga agjencia italiane ANSA, shefi i qeverisë theksoi se agresioni rus në Ukrainë ndryshoi qasjen e Brukselit. BE-ja është një bekim për ne. Roli i saj është shumë i dobishëm për ndërtimin e institucioneve dhe ajo di si ta bëjë këtë. Është procesi më neurotik i mundshëm, por funksionon. Fal kësaj ne kemi ndryshuar. Më parë ata thanë fjalët e duhura, por veprimet nuk pasuan. Kur erdhi pushtimi, ata kuptuan se të gjitha palët jashtë bllokut mund të humnin. Megjithatë për Ramën, Tirana zyrtare vijon punën për të bërë pjesë e Unionit. Ne duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë, dhe ne do të ecim përpara sepse kështu përmirësohemi. Me humor, kreu i qeverisë gjithashtu theksoi se Shqipëria nuk mund të krahasohet me vende të tjera. Lajmi i mirë është se nuk do të bëhemi kurrë një Gjermani sepse nuk kemi të aftë për të, por një Itali e vogël. Gjatë intervistës, kryeministri Edi Rama ritheksoi objektivin për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030.